Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, është përgjigjur letrës së kryesuesit të seancës konstituive të Kuvendit, Avnit Deharit, i cili kishte kërkuar sqarime se si të vazhdohet pas ndërprerjes së seancës të martën. Përmes një letre, presidentja ka kërkuar që seanca konstituive e Kuvendit të mbahet pa vonesa në përputhje me Kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit. Ajo ka cituar revendimin e vitit 2014 të gjykatës kushtetuese që thotë se kryesuesi që kryeson seancën konstituive, edhe pse nuk është i zgjedhur, është i obliguar me kushtetutë dhe me rregulloren e punës së Kuvendit për të realizuar seancën konstituive. Rrjedhimisht Osmani kërkon nga Dehari të vazhdojë me seancën jo më vonë se brenda 48 orëve nga ndërprerja e saj. Presidentja në letër ka theksuar se të gjitha veprimet e ndërmarra nga persona me autoritet publik duhet të jenë në përputhje me kushtetutën dhe frymën e saj, duke kontribuar në mbarvajtjen e institucioneve dhe interesit publik, duke cituar përsëri vendimin e gjykatës kushtetuese të nxjerrë në vitin 2020. Në përfundim të letrës, Osmani ka shprehur gatishmërinë e saj për të mirëpritur liderët e partive parlamentare në një takim të përbashkët për të diskutuar rrugën përpara në rast se një gjë e tillë konsiderohet e nevojshme. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, e ka mirëpritur përgjigjen e presidentës, siç e quan ai në pyetjen jo logjike të partisë së parë. Edhe Partia Demokratike e Kosovës e ka konfirmuar pjesëmarrjen në vazhdimin e seancës konstituive, e cila do të mbahet të enjtën në mesditë. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.